Në një narkoregjim, i pari dhe i vetmi në Europë, si ky jone, në një narkoparlament ku bandat kanë përfaqësues të tyre mbi 20 deputet, në një mbi 20, pra, në një vend ku kryeministri ka mbledhur të gjitha pushtetet, ka më shumë pushtet se sa kishte Enver Hoxha, diktatori i fundit i Shqipërisë, ka mbi 95% të gjitha pushteteve që i ka në duart e tij dhe i kontrollon. Parlamenti është si një oazë ku ka edhe opozitë. Ndaj ajo që neve po kërkojmë është gjithëpërfshirja dhe nuk e kërkojmë ne, po është kusht, është e detyrueshme. Edhe në procesin e integrimit, për çfarë ka shkuar e po vërtet Edi Rama sot që kemi hapur 4 kapitujt. Kur në klasterin e parë janë kriteret politike, është pikërisht mirë funksionimi i parlamentit, është gjithë përfshirja. Edhe opozita duhet përfshirë. Po çfarë mashtrimi na bëni neve që pas ka pasur një grup pune? Ku është grupi punës? Ka qenë tek zyrat e PS-s? Sepse neve asnjëri prej nesh nuk ka qenë. Na jepni emrat e grupit punës, që të shohim se kush ka marrë pjesë në këto ndryshime që juve i propozoni. Pse i fshifni? Na jepni të shohim kush i ka bërë këto propozime. A ka thënë gjë sot kryeministrit me ato kolegët e tij që e ka shkrirë Komisionin e Integrimit, ja ka hequr edhe opozitës mundësinë për t'u përfshirë drejt për drejt në procesin e integrimit, po pse kishit kaq frikë nga opozita që e hoqët? Në asnjë vend në këtë proces, në këtë fazë të një procesi të integrimit, asnjë vend i rajonit nuk e ka të shkrirë Komisionin e Integrimit, përkundrazi. Ashtu sikur se keni bërë me drejtoritë e ndryshme, ashtu si keni bërë me ministritë që e shkrit Ministrinë e Integrimit para disa vjetësh, tani po shkrini edhe Komisionin e Integrimit. Kush është mesazhi që po i çoni Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian? Kush është mesazhi që po i çoni gjithë krerëve të shteteve të Bashkimit Evropian? Po i thoni vetëm që bandat do jenë ato që do prevalojnë. Përmendni 2017-ën, një mashtrim tjetër. 2017 kishte marrëveshje. Kur ka konsensus, atëherë ajo prevalon si marrëveshje. Po kur nuk ka konsensus si ç'është kjo, atëherë duhet detyrimisht të respektoni këto 2 libra që na i keni vënë sot mbi tavolinë, rregullore dhe kushtetut. Atëherë unë ju kërkoj, zoti kryetar, të rhiqeni, futeni procedurën në shina kushtetuese, futeni parlamentin në shina kushtetuese